Elvis Shkambi, autori vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, do të qëndrojë në burg. Masa u konfirmua nga gjykata e Tiranës para ditën e së njëjtës, ndërsa arrest me burg u dha dhe për gjagjan e tij, John Shkambi, dhe rojen e sigurisë së gjykatës Banush Koxhaj. Seanca u mbajt me dyert mbyllura nga gjyqtarja Marinela Osmani nën masa të rrepta sigurie. Sipas tyre ngjarja ndolli si pasojë e tronditjes së rënd psikike për shkak kalvarit të gjatë të gjyqeve për pronësinë. Elvis Shkambi ka deklaruar se kishte mundësi të largohej, por dorëzoi armën dhe qëndroi. Në pamjet e para të momentit pas vrasjes ai dallohet mjaft i qetë dhe me duar në xhepa brenda oborrit të gjykatës. Avokati Kujtimi Ibra tha se arma me cilën ka qelluar gjyqtari në sallë nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkambi pretendon se armën e kap si pasojë pasi më herët ka punuar punonjës sigurie në disa institucione. Ndërsa roja e sigurisë së apelit, i cili akuzohet për shpërdorim detyre, ka deklaruar në sallën e gjyqit se ka qenë i smur. Banush Koxhaj ka pretenduar se i kishte kërkuar leje kancelares një orë përpara se autori dhe xhaxhait kalonin në detektor, por nuk e kishin zëvendësuar. Elvis Shkambi shpalli sot falje publike për sa i përket vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ka shprehur një vendim shumë thellë për këtë ngjarje. Kjo ngjarje është krijuar si shkak i akumulimit të stresit dhe shumë vite kalvarit vujtjes tyre si familje në gjykata civile, ka qenë në kushte të rënditjes lartë psikike në marrjen e vendimit, i cili ka krijuar një rënditje thellë psikike dhe ka krijuar një krim të tillë. Shteti Elvis Shkambi foli dhe e saroi pozicionin e tij në lidhje me krimin e kryer, me kalvarin e gjykatave civile në Shkodër dhe në apel, dhe ku kërkoi që drejtësia ka dështuar në këtë proces. Në momentin që është dhënë vendimi, ai është tronditur thellë dhe në këtë moment ka shtën drejt gjyqtarit Astrid Kalaja. Shtetasi Nënhetin ka qenë i tronditur, ka qenë totalisht i mbir pas kryerjes së krimit. Dhe ai ka pritur me qetësi forcat e policisë, sepse pastaj ka ardhur vetia dhe në momentin që ka ardhur vetia, ai ka pritur forcat e policisë dhe ka dorëzuar pistoletën. Njëri nga punonësit e shërbimit në gjykatën e apelit dhe ka pritur punonësit e policisë, nuk është larguar, ka pas mundësi që të largohet, e shpreheu edhe vetë në gjatë gjykimit. Nuk është larguar, por ka pritur forcat e policisë me qetësi për shkak të ngjarjes që ai pretendon që ka qenë një tronditje të lartë psikike. Ja, nuk ka prova që është shtytës, që Shkambi nuk ka marrë pjesë fare në momentet e ndodhjes së ngjarjes. Shteti John Shkambi ka qenë, sipas deklarimeve të tij, nuk ka pasur djeni fare që nipi i tij mund kryente një veprim të tillë, nuk ka pasur mundësi që të ndalonte nipin e tij në momentin e shkepjes së armës, sepse askush nuk i del armës përpara në ato momente, pasi ishte shumë i tronditur nipi i tij, dhe shteti John Shkambi në këto momente kur ka filluar që kur është dhënë vendimi, shteti John Shkambi ka dalur pothuajse nga salla. Pra, mbasi shteti John Shkambi pothuajse kishte kaluar derën e seancës, shtetasi Elvis Shkambi ka qelluar deri gjyqtarit. Ky person mban një armë prej disa vitesh, deklaroi në seancë që mban një armë prej disa vitesh. Arma nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkambi pretendon që ka punuar në disa institucione të sigurisë, të cilat ne do i inserojmë në një moment dytë. Elvis Shkambi, 30 vjeç, autori vrasjes së gjyqtarit dhe plagosjes së Rakip dhe Ervis Kurtajt, babe bir, përballet me 3 akuza: vrasje funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër palëve të përfshira kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve. Sa i përket John Shkambit, prokuria ka ndryshuar kualifikimin fillestar të veprës penale që ju referua policia, e cila akuzonte edhe atë për vrasjen e gjyqtarit. Organi akuzës dyshon se John Shkambi kishte dieni vetëm për planin e nipit të tij ndaj palës kundërshtare. Madje prokuria thekson se ka dyshime që John Shkambi ka patur rolin e nxitësit në tentativën për të vrarë babe bir, të cilët jetojnë në pronën e pretenduar prej tij në Shkodër. Dyshimet prokuria i mbështet në deklaratat kërcënuese që 56 vjeçari ka bërë më herët në media, ku ka folur hapur për hakmarrjen ndaj personave që ai konsideronte si uzurpues të pronës. Madje sipas hetuesve, edhe vetë familjarët e tij kanë paraqitur kallëzime në polici për kanosjet e vazhdueshme.